Imani, besimi tek Allahu subhanahu wa ta'ala ka shenjat e tija. Ai ka 70 e sa gradë. Grada më e lartë e tij është fjala la ilaha illa Allah. Dëshmia se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë, vetëm se Allahu azza wa jall. Ndërsa grada më e ulët është largimi i pengesës nga rruga dhe turpi është pjesë prej pjesëve të besimit, siç na lajmëron pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Besimi tek Allahu subhanahu wa ta'ala na nxit ne me pa veprat e mira dhe po ashtu na nxit drejt virtyteve, drejt cilësive të larta. A për këtë Allahu azza wa jall thot në Kur'an: "Innama al-mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat 'alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Besimtarët e vërtetë janë ata të cilët kur ju përmendet Allahu azza wa jall ju rinqethen zemrat, të cilët kur ju lexohen ajetet e tij ju shtohet besimi dhe vetëm tek Allahu, tek Zoti i tyre ata mbështeten. Besimi tek Allahu azza wa jall, imani tek Allahu subhanahu wa ta'ala i përmirëson veprat tona dhe i bën këto vepra që me kanë të pranuara tek Allahu azza wa jall. Thot Allahu azza wa jalla në Kur'an: "Men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kush bën ndonjë vepër të mirë, qoftë ai mashkull apo femër, duke qenë besimtar, ne kena për t'i dhënë atij një jetë të mirë në këtë botë dhe po ashtu në botën tjetër, dhe do t'i japim shpërblimin më të mirë për veprat e tyre. Dhe kundërta, nëse njeriu e përzin besimin e tij me mosbesim, e përzin besimin e tij me shirk, me adhurim të dikujt tjetër përveç Allahut azza wa jall, dhe nga Islami, sa do të mëdha qofshin veprat e tij, ata nuk i pranohen tek Allahu azza wa jall, siç tregon Allahu i madhum thot: "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura." Dhe na i kthehen a veprave që ato kanë bërë për mosbesimtarë dhe i bëjmë ato vepra një e pluhur. Besimtarët e vërtetë janë ato të cilët në mosmarrveshjet e tyre marrin si gjykatës Allahun azza wa jall dhe profetin sallallahu alaihi wasallam. Pra librin e Allahut azza wa jall dhe sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç tregon Allahu në Kur'an duke thënë: "Innama kana qawla al-mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Kur thirren besimtarët për të gjykuar ndërmjet tyre Allahu azza wa jalla dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam, e vetmja fjalë e tyre është dëgjuar dhe u bindme dhe të tillët janë ata të shpëtuar tek Allahu azza wa jalla. Ka prej gjinaheve, mëkateve të cilat e hallin poshtë besimin dhe ka prej atyre të cilat nuk e hallin poshtë besimin. Besimtari nuk është i tillë që pret në bes. Nuk i takon besimtarit me rajt, nuk i takon me thy premtimin, nuk i takon me tralldu amanetin, nuk i takon atij me përgoju me marrë tjerë në përgoja, po me te i qu fjalë për të njëri të tjetri. Largohet nga përfitimi i haramit, nuk merret me kamate dhe as me rushfet, nuk thynë dhe nuk shaka. Besimtari nuk është as akuzus dhe as mallkus, nuk është i ulët në fjalorin e tij, por se dëshiron për vanë e vetë besimtar atë që dojnë për vehten e tij, për kundërzi ai sillet mirë derisa edhe me kundërshtarin e tij. Besimtari anin dhimbjen e besimtarit tjetër kur ka hall, kur ka probleme, duke zbatu hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam, i cili thotë shembulli i besimtarëve në dashnin dhe mëshirën në mes tyre është sikur shembulli i një trupi. Nëse një organ i tij ankohet, atëherë gjithë trupi ka po gjumësi dhe temperaturë. Po ashtu prej virtyteve të besimtarëve, cilësive të besimtarëve, është falënderimi i Allahut azza wa jall në gjendje rehatie dhe durimi për hir të Allahut azza wa jall në gjendje vështirësie. E për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë që e çuditshme është çështja e besimtarit. E gjithë çështja e tij është e mirë dhe kjo i ndodh vetëm besimtarit.
Kur ati vjen një mirësi prej Allahut Azza wa Jall, ai e falenderon Allahun subhanahu wa ta'ala dhe kjo është e mirë për të. Nëse ati i vjen një e keqe, i vjen një sprov, e godet një sprov, ai bën durim dhe kjo është e mirë për të. Po ashtu sikur se gjunahet na e ulin, na dobësojnë besimin ton, edhe adhurimet e shtojnë besimin e muslimanit tek Allahu Azza wa Jalla dhe përforcojnë këtë iman. Siç thot Allahu në Kur'an: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Besimtarët e vërtetë janë ata që kur ju përmendet Allahu ju rrënqaten zemrat dhe të cilët kur ju lexohen ajetet e tij shtohet besimi dhe që janë të mbështetur vetëm tek Allahu Azza wa Jall. E pra imani na shtohet pra me leximin e Kur'anit, me kryimin e adhurimeve, me qëndrimin me njerëzit e devotshëm të cilët i bindën Allahut Azza wa Jall dhe me veprat e ngjashme, me përmendjen e Allahut subhanahu wa ta'ala, me dhikrin, ashtu siç ta tregon Allahu në Kur'an duke thënë: "Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub." Ata që besojnë dhe me përmendjen e Allahut Azza wa Jall zemrat e tyre qetësohen dhe me të vërtetë që me përmendjen e Allahut Azza wa Jall gjejnë qetësi zemrat. Allahu subhanahu wa ta'ala në lidhje me besimtarët ka përmend disa prej cilësive të tyre në ajete të ndryshme të Kur'anit. Sot kena me marrë disa prej cilësive që Allahu Azza wa Jall ka përmendur besimtarët e tij në fillimin e surës Al-Mu'minun. I ka thënë disa cilësi të cilat vijnë me një përfundim tepër të mirë për besimtarin Allahut Azza wa Jall. Në cekim do cilësi do të cekim me përfundimin e atyre që kanë cilësi. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në lidhje me to cilësi në ajetet e parë të surës Al-Mu'minun, me të vërtetë që i kanë për të shpëtuar, me të vërtetë që janë të shpëtuar besimtarët, të cilët janë të përulur në namazin e tyre, të cilët shmangen nga fjalët e kota, të cilët japin zakatin, të cilët e ruajnë dherin e tyre, përveç se me gratë e tyre ose me ata që kanë në zotnim dhe për këtë nuk janë fajtorë, ndërsa ata që kërkojnë për te i kësaj pikërisht ato janë shkelës të kufive. Ata të cilët ju përmbahen amaneteve dhe detyrimeve që kanë marrë dhe të cilët i kryejnë rregullisht namazet e tyre, pikërisht për këta janë ato trashëgimtarë që kanë për të trashëguar Firdausin ku kanë me qëndru përjetësisht thot Allahu Azza wa Jall. Allahu i Madhëruar na bën me dije se këto besimtarë që pajisen me këto cilësi, ata janë fitimtarë, janë të lumtur dhe të shpëtuar. Ndërsa ata që nuk pajisen me këto cilësi, na thot Allahu Azza wa Jalla në lidhje me ta: "Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghayru mamnun." Me të vërtetë që na kena krijuar njeriu në formën më të përkryer. Pastaj shumë ata, pra të cilët nuk e besojnë Allahun Azza wa Jall, në gjendjen më të ulët, përveç atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, ato kanë shpërblime të panëprejme. Po ashtu na përmend Allahu Azza wa Jall në surën Asr se njerëzit janë në humbje përveç një grup njerëzish, thotë wal asri innal insana lafi khusr. Pashakohen njerëzit janë, të gjithë njerëzit janë në humbje përveç kujt? Illa alladhina amanu, përveç atyre që kanë besuar, wa amilus salihati, edhe kanë vepruar vepra të mira, wa tawasaw bil haqqi, edhe këshillohen tek e vërteta, wa tawasaw bis sabr, edhe bëjnë durim në këshillimin në këtë të vërtetë. Pra na tregon Allahu Azza wa Jall se çdo njeri është në humbje përveç këtyre lloj personash, të cilët pajisen në besimin e Allahut Azza wa Jall, me veprat e mira, këshillohen në të vërtetën dhe bëjnë sabër, bëjnë durim në këtë të vërtetë. Fillojmë me këto ajete që Allahu Azza wa Jalla përmend cilësitë e besimtarëve. Thot Allahu Azza wa Jall: "Alladhina hum fi salatihim khashi'un", të cilët janë të përulur në namazet e tyre. Na tregon Allahu Azza wa Jalla rëndësinë e faljes së namazit. Pozitën e namazit në Islam na tregon se kjo është një cilësi e besimtarëve, sepse namazi është shtylla e Islamit. Nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë bunja al-islamu ala khams. Islami është ndërtuar mbi 5 shtylla, dhe për këtyre përmendja dhe falja e namazit.
Ky namaz I cili na mbron nga veprat e këqija, nga veprat e pahishme, nga fjalët e pahishme dhe na lehtëson veprimin e punëve të mira, ashtu siç thot Allahu Azza wa Jalla wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kërkoni ndihmën e Allahut Azza wa Jalla me durim dhe me namaz, dhe me të vërtetë që kjo është e vështirë vetëm se për ata të cilët kanë frikë respekt kundrejt Allahut Azza wa Jalla. Për kujdese për namazin, është gjaja primare që duhet të pas muslimani, për arsye se ky namaz ka më qenë gjaja e parë që ka më dhënë llogarinë në ditën e gjykimit. Nëse llogaria e këtij namaz ka më qenë rregull dhe pjesa tjetër e llogarisë ka më qenë rregull, nëse ky namaz ka më qenë keq dhe pjesa tjetër e llogarisë ka më qenë keq, siç na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I për ulën në namaz dhe me thonë që zemra jonë me kanë prezente në namaz. Për ulën në namaz thamë është shpirti I namazit. Pa vetë që kërkohet në namaz, është pikërisht kjo me e pru muslimani zemrën e tij dhe me kanë I për ulën në namaz. Nuk merr mirë për namazin të tij vetëm atë sa është prezent shpirti I vet. Përkupimin në namaz me gjëra të tjera ja ul vlerën namazit, ja ul shpërblimin namazit. Kjo është si e parë që përmend Allahu Azza wa Jalla. Për uljen e namazit. Pika tjetër thot walladhina hum 'anil lahwi mu'ridun. Ata të cilët shmangen nga fjalët e kota. E këtu ka për qëllim shmangen nga çdo fjalë e kotë. Duke filluar me të kotën më të madhe e cila është shirku, me I atribu Allahut Azza wa Jall shok në adhurim, adhuru dike se po tjetër se bashku me Allahun Azza wa Jall, dhe duke vazhdu edhe me të kotat e tjera, llojet e tjera të gjunaheve, të cilat e zemrojnë Allahun Azza wa Jall, e duke vazhdu edhe veprat dhe fjalët e padobishme. Dhe për cilësia të besimtarëve, sa se I shmangen të gjitha këtyre llojeve të kotës dhe janë të shqetësuar me të vërtetën dhe me të dobishmen. Besimtari nuk I din përgojimet, nuk I din bartjet e fjalëve për një vend në një vend tjetër, nuk ulet atë ku kundërshtohet Allahu Azza wa Jall dhe ku flitet e kota dhe ku veprohen edhe shkelen saqet Allahu Azza wa Jall. Cilësia e tretë që përmend Allahu Azza wa Jall thot walladhina hum liz-zakati fa'ilun, dhe ata të cilët e japin zakatin, zakatin e pasunisë dhe po ashtu pra e pastrojnë vetveten e tyre. Sepse fjala zakat në kuptimin gjuhësor dhe me thonë pastrim edhe shtim. Me e pastru muslimani pasunin e tij dhe po ashtu me e shtu pasunin e tij. Dhe para se me e pastru pasunin e tij, muslimani pastron zemrën e tij. Prej cilësive të këqija, prej cilësive të ulta, pastron fjalët e tij prej fjalët e padeja dhe gjestet e tij prej gjesteve të pahishme që nuk I shkojnë muslimanit. Në lidhje me zakatin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë buniyal islamu ala khams, është ndërtuar Islami mbi peshtylla, edhe një prej këtyre shtyllave po përmend po ashtu edhe dhënien e zakatit. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. جماعة نروم الله سبحانه وتعالى وجدنا من سلسين كذا فصاد والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Besimtarët të cilët e ruajnë nderin e tyre, përveç se me gratë e tyre ose me ato që kanë në zotrim, dhe për këtë ato nuk janë fajtorë kurse kush kërkon për te kësaj, ata janë shkelës të kufive. Ka për qëllim Allahu Azza wa Jall me këtë ajet ata që e ruajnë nderin e tyre duke mos rënë në imoralitet dhe duke u larguar çdo lloj rrugë dhe mjetit që na çon për na imoralitet. Allahu subhanahu wa ta'ala kur na ka ndaluni në lidhje me zina në Kur'an nuk ka thënë mos e veproni zina, kurse ka thënë wala taqrabu zina, mos ju afroni imoralitetin, ju mos e bani, kurse mos ju afroni. Po ashtu në një ajet tjetër atë të biru khutuat e shejtanit dhe mos I ndiqni, mos I pasoni hapat e shejtanit. Në lidhje me zinan, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam أثبت حديثا إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محال. ما دوريتش الله عز وجل
ja ka shkruar, ja ka caktuar robit e vet, birit e Adamit, pjesën e vet, hisën e vet për zinas, që po dyshim një pjesë të saj ka me i ra për hisa ti. Thot, fezina l'ajni nadhar, zinaja e synit është shikimi. Wa zina l'lisani l'mantiq, edhe zinaja e gjuhës është fjala. Wa nafsu tamanna wa tashtahi, ndërsa shpirti dëshiron edhe kërkon. Wal farju yusaddiquhu dhalika aw yukaththibu, ndërsa organi thot e vërteton atë ose e përgënjeshtron. Sësia tjetër të cilën përmend Allahu Azza wa Jall, thot walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, ata të cilët ju përmbahen amaneteve dhe detyrimeve që kanë marrë. Ka për qëllim ata që i marrin amanetet dhe i përmbushin ato, duke filluar nga detyrimet fetare, të drejtat në pasuni, sekretet të fshehtat e në radhë. E muslimani është i detyruar që me rujt amanetin dhe me e çuar në vend. Punëtori është i detyruar që amanetin që ka marrë përsipër me e çuar në vend. Prisi i vendit është i detyruar që amanetin që ka marrë me e çuar në vend. E të gjithë këto në lidhje me dhe përputhje me fjalën e Allahut Azza wa Jall, inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allahu ju urdhon që amanetet ju aktheni aty që ju përkasin. Me marr amanetin, me u përkujdes për të dhe me kthyer atë në gjendjen më të mirë, sepse kjo është një beslidhje që muslimani i jep Allahut Azza wa Jall, siç thot Allahu Azza wa Jall, wa awfu bi'ahdi Allahi idha ahadtum, azbatojeni beslidhjen e Allahut kur ta merrni mbi vete. Allahu Azza wa Jall vazhdon të thot cilësinë e fundit, thot walladhina hum ala salawatihim yuhafizun, edhe të cilët i kryejnë rregullisht namazet e tyre. Pra të namazet nuk janë detyrim vetëm për hoxhen, nuk janë detyrim vetëm për që jetë në xhami, janë detyrim për secilin musliman, sepse këtu Allahu Azza wa Jall ju drejtohet muslimanëve. Ju nuk ju drejtohet një grupi të caktuar muslimanëve, por se gjithë muslimanëve. Thot walladhina hum ala salawatihim yuhafizun, të cilët i kryejnë rregullisht namazet. Pra na çerson vlerën e namazit, sepse Allahu Azza wa Jall në fillim të ajeteve e nis me namaz. E nis me këshillin për namazin, edhe përfundon me këshillin për kujdesin për këto namazën, që muslimani e fat rregullisht namazin dhe e vukrit 5 herë ditë për Allahun Azza wa Jall. Por se çash për kujdesa për namaz, dhe më thonë e fal këtë namaz në kohë, duke marrë abdes dhe duke i plotësuar ato kushtet, shtyllat o detyrimet që ka namazi, duke fal në kohën e tij. Ai cili lën diçka mangu të namaz, ai person edhe ai që e neglizhon këtë namaz, ai person hin në fjalën e Allahut Azza wa Jall që thot فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Thot pas atyre erdhën breza që e braktisën namazin dhe ndoqën epshet e veta, ata përpsu një dënim të madh. Po ashtu Allahu Azza wa Jall na tërheq vëmendjen ne që falena në momentin që nuk jena të kujdesshëm në namazin tonë. Thot fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Mirë për ata që falen ndërkohë që janë të pakujdesshëm në namazin e tyre. Kjo, kur thot Allahu Azza wa Jall, mirë për ata që falen që janë të pakujdesshëm në namazin e tyre, e si është puna për ata që nuk falen hiç. Për ata që nuk falen hiç, ata hin tek ajeti Allahut Azza wa Jall, kur tregon për banorët e xhenemit, thot i thuhet atyne ma salakakum fi saqar, çfarë ju futi ju në xhenem? Qalu lam naku minal musallin. Kina kanë për atyne thojnë, kina kanë për atyne që nuk e falnim namazin. E pra kjo është shkak për shkaqeve të dënimit të Allahut Azza wa Jall. E mos i përmend Allahu subhanahu wa ta'ala këto cilësi të tyre besimtar, na tregon nga shpërblimin. Që këto besimtar, çfarë shpërblimi kanë? Na thot Allahu subhanahu wa ta'ala, ulaika humul warithun. Ato janë trashëgimtar. Por që trashëgimtar çfarë trashëgojnë ata të trashëgimtar? Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Ata të cilët trashëgojnë Firdausin, ku kanë me të qëndru përjetësisht. E çfarë është Firdausi? Firdausi është, na tregon profeti sallallahu alaihi wasallam. Na tregon duke thënë, kur kërkoni prej Allahut në igja, kërkojini Firdausin, i cili është pjesa më e mirë dhe pjesa më e lartë e xhennetit.
përmbite, është arshi, është froni i Rahmanit, i dhe gjithë mëshirshmit, i Allahut Azza wa Jall, dhe prej aty vërshojnë lumejt e xhennetit. Allah subhanahu wa ta'ala e mbaron ajetin duke tregu se qëndrimi besimtarëve në këtë firdaus është i përjetshëm, është i pambarim. Nuk është si jeta jonë e përkohshme në këtë dynja ku lohen as provohen na, kena gëzime, kena jëdhnime dhe e përfundojmë këtë jetë e përkohshme duke rinisë një jetë të përjetshme. Ajo është jeta e përjetshme për të cilën ja vlen me u lodh besimtari për të përfituar knatësitë e Allahut subhanahu wa ta'ala dhe me ju largu dënimit të tij.